përshëndetje gjithve. Atëherë mirë se vini në kanalin Astro Tarot. Sot do flasim në lidhje me hënën e plot që është në shenjën e peshores, që është në datën 13 prill të këtij viti. Mos harroni, shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit. Ju mund të dëgjoni dhe shenjën tuaj ascendente gjatë kohës që të japim shenjat, por ndërkohë ju ftoj të ndiqni dhe videot e tjera të këtij kanali. Videot e javës, videot me tema për dashurinë, por dhe tema të ndryshme, por dhe videot e muajit prill, sepse aty përfshihet i gjithë muaji. Dhe të shohim se si do jetë kjo hënë e plot, që është në datën 13, ditën e diel, dhe është në shenjën e peshores. Është një hënë e plot ku do dalin situata nga e kaluara që na kanë lënduar dhe do dalin në sipërfaqe, dhe me ndihmën e Jupiterit ne do mobilizohemi dhe do jemi më optimist për të promovuar qëllimet tona që kishin ngelur të paqarta. Dhe këtu flasim në lidhje me gjithçka, në lidhje me dashurinë, me punën, me marrëdhëniet shoqërore, marrëdhëniet familjare, por edhe në situata të ndryshme që mund të keni pasur. Gjithsesi, situatat me të cilat do përballeni do t'ju detyrojnë që të ndiqni një drejtim tjetër. Dhe është një hënë e plot që do t'ju bëjë të merrni një drejtim për të shëruar plagët tuaja nga e kaluara juaj. Dhe këtu flasim në lidhje me çfarë do lloj situate, jo vetëm me dashurinë, dhe tham, mund të jenë marrëdhënie shoqërore që ju kanë lënë ndoshta nga e kaluara që ju kanë lënë plagë, mund të jenë marrëdhënie dashurie, marrëdhënie në çift, marrëdhënie te vendi punës, çfarë do lloj situate që mund të ketë qenë. Gjithsesi, është një hënë e plot ku ju do falni veten, por do lini pas edhe njerëz që nuk ju respektojnë dhe nuk ju vlerësojnë. Duhet të dëgjoni ato instiktet tuaja dhe të bëni diferencën midis personave, por duhet të merrni dhe vendime dhe të mbyllni situata, sepse kështu është kjo hënë e plot, mbyll situata që nuk ju çojnë në ndonjë rrugë, ju çojnë në rrugë pa krye, më saktë. Nëpërmjet konflikteve dhe përpjekjeve të mëdha, ju do përshkruani një rrugë të re. Një fillim i ri, një dashuri e re, një punë e re, gjithçka ka të bëjë me një rrugë të re që do t'ju japi më shumë, do filloni diçka, domethënë që do t'ju çojë në një rrugë më të mirë. Gjithsesi, duhet jeni të kujdesshëm dhe mos ju besoni planet tuaja njerëzve që nuk i njihni mirë gjatë kësaj hëne të plot. Gradualisht do merren vendime gjatë hënës të plot në lidhje me çështjet me marrëdhëniet tuaja, me njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet, ose rilidhjet që mund të kenë ndodhur nga data 28 janar të këtij viti. Gjithsesi, secili ka hartën e tij personale, kjo është diçka e përgjithshme, thjesht ju merrni parasysh këtë ndikim që ka kjo hënë e plot, për të bërë atë lëvizjet tuaja të duhura, për të filluar dhe një rrugë të re, për të shëruar zemrën tuaj, por dhe për të ecur përpara, duke lënë mbrapa gjithçka që nuk ju shërben më. Atëherë, do fillojmë me gjitha shenjat e horoskopit me radhë. Përshëndetje gjithë ju të shenjës së dashit. Atëherë do shohim se si do ndikoj kjo hënë e plot në shenjën tuaj, megjithse ju do keni ndikime më të forta gjatë kësaj hëne të plot, në lidhje me marrëdhëniet, me dashurinë, me situata të ndryshme që ju mund të keni. Dhe shohim është unë shoh, nuk e di, por do jetë një periudhë ku ju do flertoni. Është një periudhë që do flertoni në lidhje me një person. Është një person
që ka pasion, ka qëllimin veten e vet, por ka edhe shumë dashuri. Dhe ju shoh që fati do t'ju ndihmoj. Ju ndoshta kjo situatë mund të ketë zgjatur një proces hënor. Ju ndoshta keni filluar me hënën e re dhe shoh që deri në hënën e re që do vi, që është më duket në datën 27, ju do harrini ndoshta t'i çoni para këtë njohje të re ose kjo një lloj flerti që mund t'ju çojë edhe në një njohje. Në lidhje me pjesën tjetër, shoh një shërim shpirtëror, një çlirim të plagëve nga e kaluara, lajme të mira, por kjo gjë do t'ju vendosë në një pozicion tjetër. Ju do jeni në një pozicion më mbretëror. Ju do t'i vendosni qëllime vetes në lidhje me marrëdhëniet tuaja, dhe këtu flasim marrëdhëniet në çift, marrëdhënie shoqërore, në lidhje me punën tuaj, me projekte, me kontrata të ndryshme që do keni, dhe ju shoh që gjithçka do ta bëni me shumë pasion. Por ndërkohë dhe fati do t'ju ndihmoj për t'i çuar gjërat para. Dhe këtu flasim për të çuar para një njohje të re, një person që do vi drejt jush. Për një pjesë tjetër, për të çuar marrëdhëniet para në çift, ose gjithçka që ka të bëjë me planet tuaja, me shtëpinë tuaj, me familjen tuaj, por edhe me punën tuaj, por dhe nga ana ekonomike. Gjithsesi, ju do t'i çoni gjërat para, sepse dhe fatin e keni në veten tuaj, e keni fati është me ju, por ju shoh me shumë qëllime, por edhe me çlirim nga situata që ndoshta ju kanë krijuar një lloj shërimi, domethënë nga situata të kaluara. Gjithsesi, kjo ishte për ju përshëndes të gjithëve, mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Përshëndetje, të gjithë ju të shenjës së demit. Atëherë do shohim se çfarë ndikimi ka kjo hënë e plot edhe për shenjën tuaj. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit. Dhe shohim ndikimin që ka lidhur me shenjën tuaj. Në lidhje me shenjën tuaj, ju shoh që ju jeni, nuk e di, por bini pak të trishtuar, do bini pak të trishtuar gjatë kësaj hëne të plot, do jeni duke menduar për humbje. Humbje të ndryshme që ju mund të keni pasur. Mund të jetë humbja e një personi në lidhje me dashurinë, mund të jetë një humbje në lidhje me shoqërinë tuaj, ose në rastin tjetër mund të jetë humbja e një pune, një humbje ekonomike. Ndoshta për një pjesë tjetër mund të jetë që ju jeni duke menduar edhe në lidhje me marrëdhëniet shoqërore. Mund të keni humbur një person në marrëdhëniet tuaja ose diçka tjetër. Gjithsesi, jeni përqendruar shumë në këtë lloj trishtimi, por këtu kjo kartë ju këshillon mos u përqendroni në gjërat që ju keni humbur. Shihni mundësitë dhe ofertat që janë aty në lidhje me ju. Sepse ju shoh që keni oferta në lidhje me dashurinë. Mund të jetë një mundësi që personi ju jep, ose në rastin tjetër mund të jenë oferta të reja që vijnë drejt jush. Ndërsa për një pjesë tjetër mund të keni persona që do t'ju mbështesin, mund të jenë persona të shoqërisë tuaj. Ndoshta ju mund të keni humbur kontaktet me këta persona. Ose edhe nga ana në lidhje me marrëdhëniet tuaja, diçka keni humbur aty, por gjithsesi mundësitë i keni këtu dhe ofertat këtu. Për të gjithë ata që mund të keni humbur një punë, ju keni ose diçka në lidhje me projektet, një projekt, një bashkëpunim, diçka nga ana ekonomike, atëherë ju keni mundësi dhe oferta pafund. Mos qëndroni në situata trishtimi dhe humbjesh të gjërave nga e kaluara. Dhe ju shoh që do ndjeni shumë entuziazm, do jeni duke festuar për një pjesë prej jush, do keni një marrëdhënie shumë të mirë në brenda shoqërisë tuaj. Ju do argëtoheni gjatë kësaj hëne të plot, por ndërkohë për pjesën e beqarëve shoh që do vi një person i ri. Është një njohje e re. Ju mund të keni humbur dikë dhe një person tjetër do vi drejt jush. Dhe është një person që ju do ta njihni në një ambient argëtues, ku ju mund të dilni për të pirë diçka ose me një shoqëri të ngushtë dhe aty ky person vjen.
Në lidhje me marrëdhëniet në çift dhe aty duhet të dilni nga situata humbjesh ose mund të keni humbur një person në marrëdhënien tuaj, sepse shoh që dhe për pjesën tuaj do ketë njohje të reja. Disa prej jush do lini mbrapa gjithçka që keni kaluar në të kaluarën tuaj, ju do kapeni mbas mundësive dhe ofertave dhe do jeni duke festuar këtë gjë. Ose ju do ktheheni te vetja juaj për të qenë më mirë me veten tuaj. Dhe shoh oferta edhe në lidhje me punën tuaj, me projektet ose bashkëpunimet të reja që do keni, por ndërkohë shoh edhe një çlirim shpirtëror nga këto situata të vështira që keni kaluar. Ndoshta ju duke parë mundësitë dhe ofertat e reja që do t'ju vinë, ju do lini mbrapa dhe do çliroheni nga çfarë do lloj humbje që keni pasur në jetën tuaj. Lajmet mira, festime shoh në lidhje me ju, lajmet do jenë si në lidhje me fëmijët, me punën nga ana ekonomike, por dhe gjithçka tjetër. Thjesht dilni nga ky trishtim. Atëherë kjo ishte për ju, ju përshëndes të gjithëve, mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe në këtë kanal. Përshëndetje gjithë ju të shenjës së binjakëve. Atëherë do shohim se si do ndikoj kjo hënë plot edhe për shenjën tuaj. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali. Videot e javës, por edhe videot me tema për dashurinë, por dhe videot për muajin prill. Efektet e hënës së plot fillojnë gjithmonë 3 ditë para, 3 ditë mbrapa dhe vazhdojnë gati një javë. Dhe shohim si do ndikojnë edhe për shenjën tuaj. Më erdhi një energji e bukur, shoh që ju keni fillime të reja, dëshironi të bëni një fillim të ri në dashuri, ose në lidhje me punën tuaj nga ana ekonomike, ose mund të dëshironi një fillim të ri me fëmijët tuaj, por shoh që diçka refuzoni, ose ju bini të trishtuar në lidhje me një fillim të ri, ndoshta ju mendoni shumë për anën emocionale, ose për gjëra që ju mund të keni kaluar dhe shoh që një person po ju ofron një kupë emocionale. Është një person që dëshiron të futet në një njohje të re, por ju sigur e refuzoni. Ose ju jeni përqendruar te ajo që unë nuk kam mundësi të gjej një person ose diçka tjetër kur personi është këtu. Dhe ju shoh që do keni një komunikim. Mund të jetë komunikim nga afër për një pjesë prej jush, për pjesën tjetër mund të jetë nëpërmjet rrjeteve sociale, e shoh, por ose nëpërmjet internetit, ndoshta edhe me email, nuk e di, por gjithsesi në lidhje me fillimet ekonomike që do keni, do marrë një zhvillim shumë të mirë. Thjesht mos u përqendroni te gjërat që ju kanë trishtuar. Sepse unë shoh që keni mundësi dhe oferta. Mund të jetë një mundësi dhe një ofertë në lidhje me punën që po ju vjen dhe ju nuk e shikoni, sepse jeni përqendruar në gjëra që ju kanë trishtuar, ndoshta për një periudhë kohe, por unë shoh që ju do merrni lajme të mira, do keni udhëtime, do veproni shumë shpejt në momentin që do shikoni këto oferta që do t'ju vinë. Dhe thamë, kjo mund të jetë një ofertë në lidhje me punën, nga ana ekonomike, me karrierën tuaj, në partneritete të ndryshme, në bashkëpunime që ju keni, por shoh që do marrë një zhvillim shumë të mirë. Për një pjesë tjetër, gjithë ata që kanë lidhje me internetin, që mund të aplikoni ose dëshironi të bëni një fillim të ri, duke aplikuar nëpërmjet me email ose diçka tjetër, ju shoh që do merrni lajme të mira, do filloni të veproni shumë shpejt dhe do përgatiteni për një udhtim, sepse ju shoh në udhtime. Gjithsesi ka një ndikim e shoh pozitiv në lidhje me ju, thjesht dilni nga situatat që ju mbajnë pak të trishtuar. Atëherë kjo ishte për ju përshëndes të gjithëve, mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe në këtë kanal. Përshëndetje gjithë ju të shenjës së gafores. Atëherë do shohim se si do ndikoj kjo hënë plot edhe në lidhje me shenjën tuaj. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit.
Ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali, videot e javës me tema për dashurim, por dhe temat e tjera, por dhe videot e muajit prill, sepse aty përfshihet i gjithë muaji. Gjithsesi do shohim se çfarë ndikimi ka kjo hënë plot që i fillon efektet e veta 3 ditë para, 3 ditë mbrapa, edhe për shenjën tuaj. Atëherë, në lidhje me ju shoh që disa për ju do jepni dhe domenin në lidhje me një person. Ju sigur do çliroheni nga diçka që ndoshta ka qenë negative për ju, mund të ketë lidhje me anën tuaj emocionale, dhe këtu flasim në lidhje me njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet tuaja, dhe ju shoh që do filloni ti trajtoni gjërat më me pozitivitet. Do jeni më transparent në lidhje me njohjet ose marrëdhëniet tuaja, dhe këtu kur flasim në lidhje me marrëdhëniet, mund të jenë marrëdhëniet në çift, marrëdhëniet shoqërore, marrëdhëniet e vendi punës, me kolegët tuaja, dhe ju shoh që keni bërë shumë durim në lidhje me diçka, por gjithsesi ju do harini që ti trajtoni gjërat më pozitivisht. Dhe do çliroheni ndoshta nga situata të kaluara ose gjëra që mund t'ju kenë lënduar. Dhe ju shoh një ofertë të re me një person, është një person që vjen drejt jush, dhe është një person që mund të jetë dhe nga distanca, mund të jetë distancë e shkurtër ose e gjatë, është një person që ka menduar seriozisht në lidhje me ju, dhe ju do merrni dhe do jepni me këtë person. Dërsa për një pjesë tjetër, shoh që do merrni disa para, do jeni edhe duke shpenzuar para gjatë kësaj periudhe. Ju shoh që do keni një shpirt më artistik, do ndiheni më të lirë, do jeni më transparent ndaj situatave të ndryshme që mund të keni. Por ju shoh edhe në udhtime, mund të jenë udhtime të shkurtra ose të gjata. Një pjesë prej jush mund të jenë udhtime në lidhje me studimet tuaja, mund të jenë udhtime pune, udhtime për largime nga një vend në një vend tjetër, ku ju dëshironi merrni disa para dhe edhe do jepni këto para, dhe do jeni shumë të ndërgjegjshëm në lidhje me këtë shpenzim që do bëni, por dhe me këtë udhtim që ju dëshironi të bëni. Gjithsesi, në lidhje me karrierën tuaj dhe aty shoh që do t'i trajtoni gjërat më pozitivisht, me një ofertë që do t'ju vijë gjatë kësaj jave, me kontrata, me partneritete të ndryshme, me bashkëpunime, me studimet tuaja, por dhe me anën tuaj artistike. Gjithsesi, është një ndikim pozitiv edhe në lidhje me ju, thjesht do çliroheni nga situata të kaluara që kanë lënë plagë ndoshta tek ju, por që shoh që ju do t'i trajtoni me shumë pozitivitet. Atëherë kjo ishte për ju, ju përshëndes të gjithëve, mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe në këtë kanal. Përshëndetje gjithë ju të shenjës së luanit. Atëherë do shohim se çfarë ndikimi ka kjo hënë e plot edhe në lidhje me shenjën tuaj. Shohim. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e email-it. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali, videot e javës të muajit prill. Ndërkohë, efektet e kësaj hëne të plot fillojnë 3 ditë para, 3 ditë mbrapa, që ndikojnë gati një javë edhe në lidhje me ju. Dhe të shohim, por ndikojnë shumë nga ana emocionale. Dhe të shohim në lidhje me shenjën tuaj. Dhe kartat dolën vetë të gjitha. Dhe ju shoh që ju do çliroheni nga situata emocionale të ndryshme, nga një lloj stresi, tensioni që mund të keni pasur, sepse kemi arte 10, ju jepni fund, çliroheni, ndoshta nga situata që mund të kenë lidhje me emocionet tuaja, me pasionin tuaj, me marrëdhëniet tuaja, për të pësuar një lloj transformimi, ose për të transformuar diçka në njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet. Por këto tensione mund t'i keni pas edhe te vendi punës nga ana ekonomike, por dhe në situata të ndryshme që ju mund të keni pasur. Gjithsesi shoh një çlirim, ju sikur zhbllokoheni nga këto situata, dhe këto situata mund të jenë çështje që mund të kenë të bëjnë me dashurinë, tham, dhe ju do harini t'i zgjidhni dhe të shikoni ato situatat, por të shikoni dhe vlerat tuaja.
Ndërkohë, ju do harini t'i trajtoni gjërat nga negative, do t'i kaloni në pozitive, t'i trajtoni më pozitivisht, duke i dhënë fund dhe duke u çliruar nga këto situata për t'i gjetur harmonin dhe qetësinë në shpirtin tuaj. Kjo ka lidhje dhe në lidhje me marrëdhëniet, ju ndoshta do t'jepni fund disa situatave, dëshironi të përmirësoni marrëdhëniet tuaja dhe këtë do ta bëni me shumë durim. Ndërsa në lidhje me punën, por dhe nga ana ekonomike, i jepni fund disa tensioneve që mund t'ju kenë shkaktuar njerëz të ndryshëm te vendi punës, ndoshta keni marrë dhe shumë goditje aty, por ndërkohë shoh lajme të mira, por ju ndoshta keni përshkruar një rrugë të gjatë dhe këtë rrugë e keni bërë me shumë durim në lidhje me punën, me anën ekonomike, me situata të ndryshme, dhe kjo gjë do t'ju bëjë që ju të gjeni harmonin në veten tuaj, por ndërkohë t'i trajtoni gjërat edhe më pozitivisht, në lidhje me çfarë do lloj situate që ju mund të keni në jetën tuaj. Dhe kjo ka lidhje në lidhje me shtëpinë, me fëmijët, me punën tuaj, nga ana ekonomike, ose edhe në situata me dokumenta të ndryshme, me studime të ndryshme ose diçka tjetër. Gjithsesi kjo ishte për ju përshëndes të gjithëve, mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe në këtë kanal. Përshëndetje gjithë ju të shenjës së Virgjëreshës. Dhe do shohim se çfarë ndikimi ka kjo hënë plot edhe për shenjën tuaj. Mos harroni, shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali, videot e javës, por dhe videot e muajit prill për gjitha shenjat e horoskopit. Ju mund të shikoni dhe ascendenten aty. Ndërkohë, efektet e kësaj hëne të plot ndikojnë 3 ditë para, 3 ditë mbrapa, në lidhje me të gjithë ju. Dhe shohim energjinë. Nuk di, por në lidhje me ju shoh që një rikthim nga e kaluara, mund të jetë një person që rikthehet nga e kaluara juaj, dhe ju do ndiheni shumë mirë në lidhje me këtë gjë. Mund të jetë një person që ju keni qenë në një njohje, në lidhje ose në marrëdhënie tuaja, në një rast. Në rastin tjetër mund të jetë kthimi një situate, kthimi një personi që mund të bëni pjesë në shoqërinë tuaj. Dhe kjo gjë do t'ju gëzoj. Mund të jetë kthimi një pune, ose një projekti, një bashkëpunimi që ju mund të keni pasur, dhe shoh që diçka rikthehet këtu, por që ju do t'ju gëzoj jashmase. Gjithsesi ju shoh që do t'regoni pak të mbyllur në lidhje me një rikthim të një personi. Në rastin tjetër, mund të keni një lidhje shumë të ngushtë me fëmijët tuaj, dhe ju do ndiheni shumë mirë në lidhje me këtë. Ndërsa për një pjesë tjetër mund të jeni edhe duke u treguar pak nostalgjik në lidhje me një person nga e kaluara juaj, dhe do t'ju bëj shumë emocional kjo situatë. Por gjithsesi ju shoh të mbyllur ndaj njohjeve, lidhjeve, marrëdhënieve, por për një pjesë flasim sepse këto të përgjithshme janë, ndërsa për pjesën tjetër në lidhje me rikthimin e një personi nga e kaluara, ose të një situate, të një çështje nga e kaluara. Ndërsa me punën tuaj keni lajme të mira, një pjesë prej jush do njihni një person, më falni, për pjesën e beqarve, në një grup shoqëror ose duke festuar diku. Por do t'regojnë të mbyllur ndaj kësaj dashurie. Në lidhje me punën tuaj, nuk e di, ju rikthehen disa para nga e kaluara juaj. Në lidhje me anën ekonomike, do merrni një lajm dhe ju shoh që do merrni disa para, por ndërkohë do mendoni ose të investoni diku, ose këto para si do t'i merrni, do t'i hiqni për të pasur disa kursime. Ndërsa me punën tuaj, me karrierën, me bashkëpunime të ndryshme, dhe gjithçka tjetër, përsëri dhe aty diçka do kthehet nga e kaluara juaj që do t'ju gëzoj, është diçka pozitive, jo negative, por gjithsesi ju shoh që ndoshta ju tregoni pak të mbyllur në lidhje me situatat që mund të kenë ndodhur në të kaluarën dhe ju nuk hapeni ndaj këtij personi që rikthehet përsëri tek ju. Dhe flasim jo vetëm në lidhje me dashurinë, me punën, me
projekte të ndryshme me bashkëpunime. Gjithsesi, unë ju them hapuni ndaj këtyre situatave, sepse shoh pozitivisht gjërat për ju. Për një pjesë tjetër, mund të jetë që ju do të regojnë nostalgjik, ndoshta edhe për vitet që keni kaluar në fëmirin tuaj, me shoqërin tuaj, mund të takoni dhe një person të dashur gjatë kësaj periudhe dhe do ndjeni mirë me këtë person. Gjithsesi, ju shoh në një energji pozitive. Atëherë kjo ishte për ju përshëndes të gjithëve, mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe